Vladimir Vladimirovich Putin është një burr, dikush nuk mund ta dojë, dikush e quan kriminal lufte, Haga e ka dënuar si përgjegjës për krime kundër njerëzimit, por ama asnjë nuk thotë që është jo i zgjuar. Është shumë i zgjuar. Iku. Jemi dakord për të kemi konsensus. Tani një burr i zgjuar. Mund duhet kuptoj pse në momentin kur ka rastin të bëhet si paqe dashës, sepse unë i ndjek mediat italiane, franceze dhe angleze sigurisht i kam bazike, por ka goxha mbështetës të cilën e shohin Rusin si viktim të perëndimit. Ka. Nuk mos një sekond. Dhe Putinit i kanë thënë që, do thënë, sipas këtyre mbështetësve të Putin, thuhet që ka që afrikanë NATO në kufi, është njësoj se të vinte Rusia në Meksik, që do bënd të Amerika, bëjnë kështu këtë lloj ekuacioni, këtë lloj algoritmi. Pra se thuash, luftën në Ukrainë e justifikojnë sepse do të krijojë një zonë garancie që mos i vi armiku para NATO në kufi. Mirë po, pasësh një luftë e detyruar, për momentin kur hapet një spiral paqe, dhe kur Trumpi thot për të disa të herë që kur Ukraina, dhe jo vetëm Trumpi, dhe Bruxelli, zyrtar, nuk do të jetë antare e NATO-s, atëherë kjo alibi bie. Dhe kur ka negociat për paqe, si mund të bësh ti bombardime... Bravo. Tani qaj ka ndodhur Putinit? Ka dëshmime, ka bisedime. Po shkoni më thellë. Ka shkoni më thellë. Flitet për klane, një sekond goxhaj. Flitet për klane, një në pumëj. Flitet për klane më radikale brenda që janë elitat ruse, dhe dion më ndihmo për elitat ruse, që kërkojnë në fund një përgjigje nga Putini, sepse duhet të ndaj shapi nga sheqeri, o paqe o luft, o paqe me nder, o luft me nder, dhe duket, sipas disa analizme, që është në presionin elitave radikale ruse që i kërkojnë jo paqe, sepse kemi sakrifikuar shumë, bile ka një raport që do bëjë një emision javën tjetër të Departamentit Amerikan të Shtetit, që flet për 1 milion ushtarë rusë të vrarë në këtë luftë. Hajde themi është fake news, është por ka vullën e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Pentagonit. E diskutojmë, e hedhim nerë, themi s'është e vërtet. Pra, bëhet fjalë për një sakrificë shumë madhe njerëzore që dhe Rusia ka bërë. Nuk po flasim për sakrificat e Ukrainës. Apo s'është kjo në background, se mua më duket jo e zgjuar për një burr të zgjuar si Putini. Jam shumë dakord me ato që thoni ju, sepse më falni një sekond. Në këto momente t'i vinë një mbështetje Putinit për dëshirë pozitive dhe për dëshirë për të mbyllur luftën, jo mbështetje si që trajtojnë liberalet se Trumpi, Putinit e këto bllofet që ata luajnë, por t'i vinë një dashamirësi në tavolinë dhe t'i japin një ofertë që Putini dhe Ukraina ta mëllin luftën ku të dyja palët të arrin një negociat që asnjëra mos të humbin fytyrën, dhe Trumpi bëri shumë duke e quajtur Putinin si të zgjuar, duke i hapur rrugë për marrëveshje tregtare, politike, ekonomike Rusisë, duke bërë maksimumin. Dhe kur Trumpi bën maksimumin, Putini pse ja shpërblen këtë? Nëse është rasti i Goxhait, ajo që tha me Deep State-in, atëherë është pikpyetje se është e vërtetë që liberalët përsëri luajnë në skena të nyta politike, indirekte, që ta pengojnë këtë paqe, sepse janë po liberalët, po liderët e dopt, ata që e filluan këtë luftë. Dhe për fillimin e luftës, unë atë sa fajsoj Putinin, fajsoj dhe Ukrainën, fajsoj më shumë Bidenin dhe agendën e tij. Dhe Bidenin dhe agendën, po tani Putini duhet të reagonte ndryshe. Tani Putini kishte një shans të ardhë dhe vazhdon të ketë të shans të ardhë dhe duhet si një njerëz